Aktoria rrëfen marrëdhënien me Yamanin dhe skenën që nuk do të harroj kurrë. Sila Turkoglu është vetëm 22 vjeçe, por tashmë është kthyer në një nga aktoret më të njohura me rolin e saj në Amaneti, serial i cili ka thyer rekorde shikueshmërie në çdo vend që është transmetuar, si dhe në televizionin Klan, ku transmetohet nga e hëna në të shtunë. Ja një intervistë e aktores ku ajo tregon më shumë për veten, çfarë ndodh në xhirime dhe marrëdhënien me kolegun e saj Halil Ibrahim Cekhan, ose siç e njohim me emrin Yaman. Kam pasur shumë hobi, thot aktoria, pikturoja, më pëlqente volejbolli, por nuk e shija asnjërin si profesion. Por fal një mësuesi në gjimnaz, unë ju futa aktrimit. Më pëlqen shumë teatri dhe duartrokitjet që marrë nga publiku. Mendoj që më pëlqen vëmendja, prandaj vendosa ta bëja. I thash familjes sime dhe nisa të luaja në teatr. Familja mendoi se do mërzitesha dhe do e lija, por nuk hoqa dorë. Në jetën reale jam person më dominant, se herë i them gjërat troç dhe nuk bëj kompromise, por kemi edhe gjëra të përbashkëta. Kam studiuar për drejtësi, do bëhem avokate sepse më pëlqen. Përpara aktrimit, ju përkushtova drejtësisë, por në momentin e fundit ndryshova mendje. Le të rikthehemi tek Amaneti. Ndodh rrallë që të mos biem dakord për diçka. Jemi të dy shumë energjik. I njohim dhe i shohim gjërat pozitivisht. Nëse ai mërzitet, përpiqem të jap energji dhe anasjelltas. Përpiqemi të bëjmë një punë të mirë duke mbështetur njëri tjetrin. Ka raste kur nuk biem dakord, por mbi të gjitha shkojmë mirë. Atmosfera në xhirimet e Amanetit është një atmosferë e paqët, e lumtur, si një familje, edhe nëse grindemi, pas 2 minutash rikthehemi të lumtur, sepse të gjithë e duam punën tonë dhe kemi një qëllim të përbashkët. Për se cilën skenë nuk do harroj kur skemën kur më futën të gjallë në varr. Nuk e di nëse do xhiroj me një skenë të tillë sepse ishte një ndjesi e tmerrshme. Qaja midis skenave dhe e kisha shumë të vështirë. S'do e harroj kurrë. Më pëlqen shumë vetja kur bie në dashuri. I dashuroj gjërat që më bëjnë të lumtur dhe më motivojnë. Është një ndjenjë e bukur. Mbase jam e dashuruar me punën, mbase me diçka tjetër. Kur bie në dashuri, i jap shumë personit tjetër. Bëj çdo gjë për ta bërë të lumtur. E vendos personin tjetër në qendër të jetës time.